Kur ka mbetur edhe 2 ditë afat që Supremja të dalë me vendim sa i përket ankesave për zgjedhjet e 28 dhjetorit, njohës të politikës shprehen optimist se deri në mes të shkurtit Kosova do t'i ketë institucionet e reja. Sipas tyre, menjëherë me krijimin e institucioneve duhet të shtyhen para në kuvend marrëveshjet ndërkombëtare dhe buxheti i këtij viti. Unë konsideroj që në së paku 2 javët e mesmet, 2 javët e para të muajit shkurt, ne do të kemi domosdoshmërisht kuvendin e konstituuar dhe qeverinë e formuar. Nuk ka asnjë pengesë, asnjë arsye dhe asnjë nevojë. Besoj që të mos i kemi institucionet e atëherë, edhe ashtu jemi shumë të vënuar në këtë proces. Kosova ka disa pika tashmë me rëndësi. E para ishte konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, menjëherë është miratimi i buxhetit që është urgjente dhe do të thëja jetike për Republikën e Kosovës në shkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat edhe ashtu jemi të vënuar. Momentin kur KQZ-a i certifikon rezultatet e zgjedhjeve, hapet afati kushtetues për presidentin që me caktu me thirrje seancën e konstituimit të kuvendit. Kështu në kuptimin kohor, unë besoj që mund kryhet deri mesi i këtij muaji, pra edhe thirrja e seancës, edhe mbajtja e seancës dhe konstituimi i kuvendit sipas afateve dhe parametrave të afateve kushtetuese, por megjithatë duhet pritur dinamikën se si e zhvillimeve se si do t'i trajtojë këto ankesa Gjykata Supreme e Kosovës. Gjithçka është e ndërlidhur me ato se si do t'i trajtojë dhe çfarë epilogu do të marrin këto ankesa në Gjykatën Supreme. Në mënyrë që vendi të dalë nga blokada institucionale është kërkuar konsensus mes partive politike sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri. Për te emrave se kush mund të jetë dhe a mund të jetë përsëri Zonja Osmani apo dikush tjetër, kjo për momentin nuk është shumë e rëndësishme sa është e rëndësishme një dakordim ndërinstitucional e ndërpartijak për të çuar përpara këtij agjende. Thirrja e seancës për zgjedhjen e presidentit mund të jetë fund muajit shkurt, por mund të jetë edhe në fillim të marsit. 1, 2, 3, 4 mars dhe pastaj përfundon ajo me datë 4 mars zgjedhja e një presidenti, ajo çështja që mbetet të shihet në seancë nëse ka dëshmëri dhe vullnet politik të partive politike me zgjedh presidentin. Procesi i krijimit të institucioneve është konsideruar si vendimtar për stabilitetin politike ekonomik të vendit. Derisa po bëhen përgatitjet për krijimin e institucioneve të reja, të hënën bëhen një vit që nga zgjedhjet e parafundit, të cilat përkundër vullnetit të qytetarëve nuk arritën të prodhojnë institucione funksionale. Përvoja vitit që lan pas ka treguar se mosmarrveshjet politike kanë pasojë direkte në funksionimin e shtetit dhe jetën e qytetarëve.